Skuadra e Vllaznisë në basketbol për të rinj ka humbur në ndeshjen më të rëndësishme. Të rinj shkodran kanë luajtur përballë ekipit kryesues Superior Klima. Ndeshja mes këtyre dy skuadrave është zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Në fakt, ka qenë një lojë e mirë e ekipit kuqeblu që ka humbur përballë skuadrës kryeqytetase. 18 vjeçarët e Vllaznisë në këtë ndeshje kërkonin fitore ndaj një kundërshtari direkt për Kreun, por nuk ja kanë arritur qëllimit. 10-13 mbyllet perioda e parë në favor të Superior Klima. Shkodranët, që në fillim nuk e kanë epërsin, Vllaznia humbet edhe periodin e dytë me shifra 12-18. Në këtë mënyrë gjysma e parë e lojës mbyllet me rezultatin 22-31 me 9 pikë diferencë në favor të skuadrës mike. Kur pritet një reagim i Vllaznisë, në periodin e dytë është sëri Superior Klima, që luan më mirë dhe shkon e qetë drejt fitores. Perioda e tretë përfundon në shifra 13-20, edhe 10 minutësh i fundit i përket skuadrës kryeqytetase, që fiton 19-13. Në këtë mënyrë krejt takimi mbyllet me rezultatin e përgjithshëm 48-70. Gjithsesi kjo humbje, edhe pse ka ndikim, nuk është përfundimtare, sepse kampionati ka ende ndeshje për të luajtur. Superior Klima ruan në vendin e parë me 18 pikë pas fitores në Shkodër, ndërsa Vllaznia renditet në vendin e dytë me 16 pikë pas 9 ndeshjeve të luajtura, duke qenë sërish pretendente për fitimin e titullit kampion. 16 pikë, po ashtu Vllaznia ka edhe Real Basket, ndërsa Polonia është në vendin e katërt me 15 pikë, dhe më pas vjen Partizani me 13 pikë për ta mbyllur klasifikimin me Kamza Basket, Elbasani dhe Goga Basket. Ekipi kuqeblu i drejtuar nga trajneri Roland Koga do të vijojë që të kërkojë trofeun këtë sezon. Të rinjtë e Vllaznisë për i vitesh janë një prej skuadrave më të mira, ndaj edhe këtë sezon synojnë fitimin e titullit kampion.